Demokratike do kalote në opozit. Sepse mandati i parë, 2005-2009, ka qenë mandat shumë i mirë, me përjashtim të tragjedisë, të krimit shtetëror të Gërdecës, ka qenë krim shtetëror. Pastaj 2009-2013, koalicioni që u bë me LSI ishte vrastar për Partinë Demokratike, dhe patjetër që 2013 pas dy mandatesh ishte fitore e merituar e Partisë Socialiste. Nuk di me detaje, por në qoftë se zgjedhjet i fiton opozita nuk ka mundësinë që ka pushteti për të manipuluar procesin zgjedhor. Pra, ka edhe logjik lineare zgjedhore. Kush manipulon zgjedhjet, i manipulon pushtetin. Në vitet e tjera parlamentare, në zgjedhjet e vitet e tjera, pastaj Edi Rama duhet kuptojmë diçka është mjeshtri i manipulimit votës. I ka vjedh votat Besnik Mustafaj në 2000 për kryetar bashkie, i ka vjedh Spartak Gjeles me gjykata, sepse ishte kryetar bashkie. Kishte filluar historia e grupeve mafioze të hekurit dhe të betonin në Tiranë, në Levet Ndërtimit, apo jo. Dhe pastaj i ka vjedhur edhe me Sokolodashin, pavarësisht se ne ishim qeverit. Është mjeshtër i manipulimit të procesit zgjedhor. Natyrisht kur bë kryeminist, raportet e OSBE-dit figuronin me një pasuri 220 Po në milion. 2013 nuk ishte mjeshtër. Jo, në 2013 ishim ne në pushtet. E meritote pa diskutim. Njerëzit kanë pas shpresë, kanë pasur besim, edhe rotacioni dhe pas dy mandateve për jetë vërtetës edhe Partia Demokratike, Dr. Berisha ka bërë një rotacion paqësor. Sikur se bëri Fatosnano, se u bërë për ndjesë edhe Aida Sokoldashi në 2005. Për të rikthyer një protestës, piknisja e gjithë revolucioni kësaj revolte, zoti Biberaj, është projekti Zvërneci. Sot Edi Rama sërish e ka mbrojtur atë në një intervistë për Al Jazeera, duke thënë që $4 miliard për Shqipërinë janë një bekim. Madje ka përsëritur për të disatën herë që ky projekt nuk do të ndalet. $4 miliard që thot Edi Rama janë bekim, janë një mashtrim. $4 miliard. Jo, po t'jap një shifër tjetër. $4 miliard pastrohen në Shqipëri në 3 muaj. $4 miliard. Me letë Edi Ramës, parat pista, janë gjithë okulla që po bën në Tiranë, të gjitha bosh. E çmi i banesave din shumë mirë se jetojnë në Tiranë, ku ka shkuar. I fjalën për vit Tiranës ka shkuar 2.500 euro. I ke mbështetën Milano, i ke mbështetën Barcelonë, i ke mbështetën Londër, sepse po pastrohet para. Absolutisht, çdo qytetar duhet të jetë me investime të huaja pa diskutim, sidomos ne që jemi djallë, sepse qeliza ekonomike e kapitalizmit është biznesi privat, apo jo. Janë sipërmarrje shtetërore, ose publike, ose me kapital përbashkët, por bizneset kryesore... Thoni që Partia Demokratike mbështet investimet të huaja. Pa diskutim. E mbështesni këtë projekt? Unë nuk kam informacion nëse ka apo s'ka projekt, sepse Edi Rama... Investim, po... Jo, Edi Rama nyshe flet kur se ka marrë... Nyshe flet kur se ka marrë substancën dhe nyshe flet kur e merr substancën. Po të shikosh mjes drejtar... Investimeve, por për këtë projekt konkretisht, ose për këtë investim konkretisht? Për këtë projekt realisht nuk është se kam informacion. Që themun ka informacion, se s'ka askush informacion. Edi Rama thot, her ka projekt, e s'ka projekt. Unë e lidh me çështjen e pronësisë të tokës. Dhe kjo protest lindi nga tërheqja barbare e një qytetari, nga bandit, nga kriminal, na kujtoi skemat me tërheqjen e skleverëve para 2-3 shekush, apo jo. Ktu lindi, pra kjo ishte shkëndia. Nuk e di çështjen e pronësisë, se si është aty. Por në qoftë se është i pronësi që është shitur, ose është bler, ose është pronë shteti dhe është bërë një marrëveshje me investitorët, kushdo që t'jenë ata. Dhe brenda ligjeve shqiptare? Jo, nëse gjithçka është e lishme, patjetër që janë për investimet tuaja. As nuk diskutoj fare. Flas personalisht. Personalisht, ju kaftuar si Aleksandër Biberaj. Unë flas si Aleksandër Biberaj, më shtes çdo investim të huaj në përputhje me gjithë legjizlacionin shqiptar dhe me transparencë. Pa cenur pronësinë askujt. Qofse ata zotërit që realizojnë investime, kanë ardhur, kanë diskutuar me pronarët, janë bërë marrëveshje të shitblerjes pronës, tokës e tjerë, sepse prona është e shejtë. Dhe djatha pronën, familjen, besimin ke Zoti, i ka kolonat kryesore të filozofisëve të politike. Mirë, zoti Biberaj, pse Partia Demokratike, dhe këtu e kam fjalën për kryetarin e saj, në nisje të kësaj proteste nuk ka qenë kaq mbështetës dhe protestuese. Që ta mbyll argumentin e parë, se ndërkohë që po bëni pyetje, po kujtoja çështën e investimit të huaja direkte. Unë edhe nga pozicioni i profesorit universitar jam marrë me investimet e huaja direkte. Investimet e huaja direkte për qeverisjen e Edi Ramës nga 2013 janë zero. Zero. Nuk ka asnjë investim të huaj. Kështu që të gjitha janë mashtrime. Deri tash, se çfarë do bëj Vaki edhe me ishullin e Sazanit dhe me zonën fjalë, le ta shohim.
Por, nëse ka pas një qeverisje më anti-investimet huja, është qeverisja e Edi Ramës. Unë nuk di sot një statistikë që mu me të regon, nuk i ka pranuar sepse i ka investimet e grupeve mafioze, grupe kriminale, po që koshti të gjitha këto PPP të famshme, të gjitha koncesionit i kanë shqiptarët. Por të veshur me emra tjerë në guaskat e parajsës fiskale. Nuk ka asnjë investim serios. Unë nuk di, nëse ka investim serios, do t'isha shumë i lumtur. Nuk di, as në ndërtim, as në infrastrukturë, as në shërbime, nuk di se këtu ka ardhur në investitor. Sepse investimet e huaja direkte dhe në teori dhe në praktik zhvillojnë vendin, sillin teknologji të reja, punësojnë stafin lokal dhe patjetër mbushin buxhetin e shtetit, arkën e shtetit se paguajnë tatime, taksa, akciza doganore. Nuk di se ka investime. Edhe rrugët që ne nuk kemi kapacitete inxhinierike, mekanike, projektuse, zbatuse, i kanë bërë firmat shqiptare dhe i ke pasë si janë shemë të dime që shkoj gjitha rrugët, sepse nuk ka investitor ndërkombëtar. Po pikërisht ky investim i madh, sikurse është ky i Zvërnesit, do të ndihmojë ekonominë e vendit, ka thënë zoti Rama, do të hap vende pune dhe do të sjell turizmin elitar. Ore, le të paraqesi një dokument, le të paraqesi, se është ndryshe teoria, ndryshe praktike. Ai nuk është kryeminist për të na treguar rëndësinë. Më falë, nuk është për të na treguar rëndësinë e zhvillimit ekonomik, se është ignorant. Është ignorant komplet me vesh fare nga pse lexoa si rresht. Ato i di çdo student i ekonomikut vitit të parë. Ai të tregoj gjëra konkrete. A ka një feasibility study, a ka një studim feasibiliteti, sa do investohen, sa është koha e rikthimit të investimit, sa do fitojë ekonomia shqiptare, sa do të jetë kontributi në GDP. Po këto do të thotë kryeministri i një vendi. Këto në një moment. Jo, s'ka moment dytë, është momenti, ky është momenti. Këto do të thotë kryeministri. Mirë është ignorantës merr vesh. Po ka profesor ekonomie le të ftoj. Para se i ka larguar gjithë profesorët, si urren për vdekje. Ky s'ka sot një ekspert ekonomie në qeveri. Dini një ekspert ekonomie në qeveri? E ata që i ka hajdut tatimesh e taksash. Doganash kaq, i ka gjithë me kartel zez në SPAK. Edhe në gjithë shërbimet sekrete ndërkombëtare. Tek qendrimi i Partisë Demokratike, i zotit Berisha. Qendrimi i Partisë Demokratike në fillim ishte disi i dyzuar. Përse? Po, e them unë se përse, me idenë që parimisht bazoj në idenë që ne nuk kundërshtojmë investimet e huaja dhe sidomos investimet amerikane. Pra, po ta shikosh në një këndvështrim politik, strategjik, ka sens. Pastaj, po futen detaje... Akoma nuk ka detaje, akoma nuk ka informacion. Jo, qendrimi i Partisë Demokratike ka ndryshuar, sepse... Për investimin është i njëjtë qendrimi, jo, i mbështesim? Tash unë sot jam mas sekretar marrë në publika, zëdhënësi Partisë Demokratike. Tham, flasim, patjetër di, sepse komunikoj me lidershipin Partisë Demokratike. Ajo që mund të ketë ndryshuar, sepse ajo që thash nuk ka informacione. Dhe nuk e dim vërtet ky investim është amerikan, apo vjen nga Izraeli, apo vjen nga vende tjera. Se varet dhe se si është ajo marrëveshja, sepse bëhet ka disa modele investimesh. A ka bankat përfshirë? Se në qoftë se bëhet fjalë për 4 miliardë, në përgjithësi investimet e nivelit tillë, si tush, futsin edhe bankat dhe sistemi bankar. Investim amerikan. Kurse tani, nuk e dim. Ka dyshime? Nuk e dim. Se nga vjen ky projekt. Po mund të jenë investitor mund të jenë nga Izraeli, mund të jenë nga vendet e tjera gjithë Persik. Nuk paragjykoj asnjë lloj investimi. Po nëse është nga Izraeli? Përsa, jo dhe nga Izraeli, nuk ka asnjë lloj problemi. Le di nga Izraeli. Izraeli është vend mik i Shqipërisë. Apo jo? Që nuk ka asnjë lloj problemi. Unë nuk kam asnjë lloj paragjykimi. Dyshime shkapse është në dyshim. Jo, problemi është që me sa duket kryeministri nuk po jep asnjë informacion dhe ka mundësi që vërtet nuk kemi diçka serioze. Janë si këto punet që bën në kryeministri me miliarda, me Belinda Ballukun edhe me ato skllevri që i ka, edhe me Aremi që i ka rreth rrotull, me telefona, me mesazhe që i ka SPAK-u gjitha. Sepse minimalisht, Bruna, duhet të nxirrte një marrëveshje apo të publike. Kryeministri për këtë punë është një marrëveshje, është një studim fizibiliteti, është një marrëveshje për kredi marrë, se patjetër 4 miliardë. Nuk ka kompani në botë që i fut direkt në investim. Do marrësh kredi nga banka, dhe banka në kurs të jep kredi, po s'ke kolateral, po s'ke mundësi ekonomike pra plan biznesi për të rikthyer investimin, dhe patjetër një plan biznesi dhe një studim fizibiliteti. Janë aja investimeve. Përveç investimit, sërish ka qenë e dyzuar Partia Demokratike edhe për protestën. Nuk e ka përshëndetur që në fillim. Tashi, në momentin që atje ka i parull, për shembull, simetrike me Edi Ramën, që kush është Edi Rama e di çdo njeri,
dhe kurse Sali Berisha patjetër që e intimidon qëndrimin politik të Partisë Demokratike, por gjykoj që parulla vazhdojnë qëndrojnë. Jo, ato vazhdojnë qëndrojnë, por edhe qëndrimi edhe thirrjet në kohë. Jo, edhe që unë mendoj që doktor Berisha është ngretur mbi këtë parull. Një parull nuk është se simbolizon një gjithë madhe. Unë e thash është drejt e tyre. Dhe doktor Berisha i ka porositur struktura që merr një pjesë protestë. Është krejt normale. Bashkëbicëlimi që ka pasur ditën e diel me qytetarët, është dhënë kjo porosi. Të shkojnë si qytetarë. Nuk kemi asnjë lloj organizimi politik për shkuar në protestë. Dhe siç e thamë edhe në fillim të emisionit, nuk keni parë një politikan që flet. Ka politikan sa dush që janë protestë. Por nuk e kanë. Por nuk flasin dhe është krejt normale. Pra, kjo protestë është e qytetarëve shqiptarë dhe ai mikrofon sot është i qytetarëve shqiptarë. Kështu që unë mendoj që Partia Demokratike fillimisht pati një farë, si thosh, një ambiguitet, tash është më qartë në qëndrimin e vet. Mirë, zoti Biberaj, çfarë ngjashmërie, çfarë dallime shihni ju nga këto protesta, nga ato i përmendët pak në fillim, nga ato të viteve 1990? Atëherë studentët, qytetarët shqiptarë kërkonin pluralizëm politik, ndërsa thotë çlirim të politikës nga duopoli Rama Berisha. Çfarë kanë përbashkëta? Lëvizja studentore e dhjetor 90 filloi nga një pakënaqësi popullore akumuluar për 45 vite. Sepse Shqipëria nuk pati oponencë. U vra shpejt oponenca. U eliminu grupi i deputetëve në 46-ën, pastaj të gjitha lëvizjet kryesisht të veriut u eliminun, apo jo, dhe pas viteve 60 Shqipëria ishte oazë për Enver Hoxhën në diktaturën e tij. Kështu që kishte një akumulim. Dhe ne kur kemi filluar lëvizjen, patjetër ndikon edhe kushtet ekonomike, nuk diskutohet, qyteti studentit s'kishte drita, nuk kishte dushe për të qenë, kushtet ishin katastrofë. Pas kolektivizimit çështja e ushqimit kishte rënë deri në 90-0, kështu që një shkëndi duhej dhe ajo shkëndi u dha, po themi, nga djegja e transformatorëve, nga mungesa e energjisë elektrike, por që eksplodoi fuqinë e barutit që ishte pakënaqësia 45 vjet. E njëjta histori edhe këtu. Pra ajo skem ka terrorizuar çdo njeri në planet që e ka parë tërhiqja zvarr, dhe fuqia e barutit ishte aty. Është akumulimi të paktën që nga 2013 e jashtëzakonshëm, por edhe më gjerë për gjithë modelin qeverisë që ka pasur Shqipëria, por që ka pasur diferenca, kur ka qenë majtë ose djatha, dhe me të drejtën e tyre kërkojnë një elitë të re politike, sepse realisht kjo elitë e ka plotësuar ciklin e vet. 36 vite janë shumë për hir të vërtetës. Ngjashmëria. Ne filluam si kërkesë ekonomike, por e dinim se ku do shkonim, se direkt filluam pluralizëm, liri demokraci, e duam Shqipërinë si gjithë Europë. Janë kërkesa politike. A ishim ne politikan? Jo, ne ishim idealist. Edhe këtu shoh që nuk ka politikan gjë pozitive. Edhe këta, nuk po them sa idealistë janë se edhe nuk i njohim, por është një lëvizje e pastër dhe patjetër ka dhe idealizëm dhe nuk janë politikanë. Pra edhe ne nuk ishim politikanë dhe këta nuk janë politikanë. Që të dy lëvizjet patjetër do konvergjojnë me kërkesa politike, largimi i qeverisë zgjedhjet e parakohshme, largimi i elitës politike. Kështu që kanë goxha ngjashmëri. Ne kemi pasur një mbështetje popullore të jashtëzakonshme në kushte diktature, por nuk është hyrë një xham, kemi qenë shumë të organizuar. Na që kemi nxjerr vajzat natën para protestë sepse ishim më të mbrojtur. Edhe këtu ka familjar, ka gra, fëmijë, pra paqësore dhe me objektiva qarta politike. Unë sa herë kujtoj dhjetorin 90, por siç është ajo që hallet e pjekin njeriu, edhe ne na poqi koha. Unë kam studiuar në periudhën 85-90. Nishin fjalimet e Ramaxhalis, nishin fjalimet e presidentit amerikan, Gorbaçovi këtej, perestrojka, kishim modelin e Jugosllavisë, që kishte kaluar në një farë ekonomi tregu, pavarësisht ishte sistem moniste. Ishim shumë të interesuar. Jeta ishte e varfër në tërë kuptimet e veta, kështu që edhe ne u poqim dhe sot kur e kujtoj them, ore pas kemi ditur disa gjëra që edhe pas 36 vitesh nuk janë realizuar, sepse siç thash të pjekoa, plus e ndëgjonim radiot Zëri i Amerikës ka qenë një dritare informacioni e jashtëzakonshme. Stacionet italiane, po dhe stacionet tjera. Zoti Biberaj, korrupsioni dhe klientelizmi janë ndërtuar ndër vite në Shqipëri nga të gjitha palët politike? Këm kryq, janë ngritur në sistem fatkeqësisht, kush më pak e kush më shumë, dhe historia e oligarkëve të cilët sot ekzistojnë, është reale, është histori e krijuar nga politika shqiptare. Këta që ne kemi oligarkë, i njohim, e dim se si e kanë filluar biznesin e tyre, respektohet çdo biznes, por biznesit që prekin pronat publike, koncesionet e pandershme që i vjedhin paratë e taksave, tatimeve qytetarëve, pastaj i çojnë këto biznese tek oligarkët dhe ekonomia shqiptare nuk e ka luksin që të ketë një qeveri që është sinkron me oligarkët.
Dhe më e keqja nuk është vetëm kjo. Më e keqja janë grupet e struktura kriminale, grupet e trafikut të drogës, grupet mafioze që punojnë me kryeministin e Shqipërisë, istigatorë non-stop. Edhe një pyetje, dy pyetje të fundit, është emëruar ambasador e re e Bashkimit Evropian në vendin tonë. Keni parë si informacion? Iku ky LGBT-qis, e mbylli mandatin ky? Në fund të verës. Jo, mbylli mandatin ky? Po, drejta saj. Po pyet sepse nuk e kam ndjek këtë informacion. Në fund të verës. Po kjo që vjen inshallah s'është LGBT-qi. Ka dhënë pronësi për mediat apo shpejt është? Është shpejt, është emëruar, është portugeze, Sofia Moreira de Souza. Okej, urojmë që të jetë në radhë parë normale, të jetë zënjush, dhe të bëjë punën për cilën do marrë rrogën. Me gjas... Do paguar nga taksa paguesit evropian, po. është propozuar dhe ambasadori amerikan, po, është një shushtarak. Po, një shushtarak të miratohet ka me të vetëm dekreti presidentit kanë përshtypur. Po, opozitarët në përgjithësi në deklaratat e tyre edhe i kanë akuzuar ndërkombëtarët se kanë toleruar Edi Ramën, qeverinë Rama. Shumë e kanë toleruar dhe vërteta është që Edi Rama ka blerë në emër të stabilitetit, të stabilokracisë. Ajo s'është në emër të stabilitetit, është në emër të korrupsionit, interesit. Jo, në emër të stabilitetit mund këtë ardhur ky tolerim. Asnjë luftë në botë, po shikojmë historinë e njerëzimit, çfarë prisni nga dy ambasadorë? Nuk ka ndodhur, po thosha, asnjë luftë në botë nuk ka ndodhur pa i kaos. Jemi dakord, kështu që stabiliokracia këto janë prallat e një nate vere. Këtu Edi Rama ka korruptuar elitën politike europiane. Është përpjekur të korruptojë në Amerikë, ja ka arritur, paktën në rastin McGonigal është rasti certifikuar, kurse ambasadorët këtu e kanë gjetur parajs. Do të përdor një krahasim, do ma lejosh. Ata që kanë jetuar në komunizëm e dinë se kush ishte sekretari i parë. Sekretari i parë ishte Enver Hoxha i rrethit. Dhe ka qenë një procedurë që sekretarët e parë i moronin një banxhi, ndoshta procedurë drejt. Vinin në një kostum doku, ktheheshin me 2-3 makina mallra. Se në atë kohë kishte privilegje. Korrupsion ndoshta jo të mirëfill, por ato që i quajmë sot workplace benefit kishte privilegje. Edhe këtu ambasadorët vinë, vjet gjuna me pa, kthehen, miliardier, ju ndrit fytyra, bojnë jetë që se kanë paras në ëndra. Këtu bojnë ambasadorët jetë që ikësh. Në Francë, në Angli, në Itali, në Gjermani, si njeh kush ambasadorët fare. Bo kërkesa ambasadori edhe për nënshkimi letra kredenciale, kur t'i vi rradha presidentit kryeministit pas 6 muajve, një vit i varet se çfarë rubrike është parlamentare apo presidenciale. Ambasadori e re, nëse nuk e keni. Jo, se kam parë. Tani çfarë prisni? Partia Demokratike. Unë për jetë vërtetës edhe nga eksperienca ndërkombëtare, për te modestisë, që në vitin 91 kam pasur rastin punoj me ujë, nuk kam qenë kur për t'i fetishizuar. Fatet e Shqipërisë e shqiptarët si përcaktojnë as të ambasador, as qeveritë e tyre, i përcaktojnë shqiptarët. Kurse këtu fatkeqësisht 36 vite kam parë president, kryeministra që i puthin dorën ambasadorëve, ju shtrihen ky i gjati edhe ju shtrihet fare. Që është model, jo, është model inferior dhe du ta prek të çështën. Se ka patur çdo kryeministër? Në përgjithësi. Modelin pra qen inferioritetin ndaj tuajve? Kryeministri nuk mund të shkojë në asnjë ambasadë. Kryeministri s'mund të shkojë në ambasadë. Unë kam pas disa pozicione modeste, s'kam pranuar të shkoj në ambasadë. Kërkon takim ambasador le në Zyrë, ku isha deputet. Ose kudo që kam punuar. Qëndrimi im personal, çën si ka. Ambasadorët janë punojës poste, e marrin letër nga kryeministri, nga ministeri me sjelljen tu. Nuk kanë asnjë lloj roli, asnjë lloj funksioni në perëndim. Thash si njeh askush. Unë nuk jam për të fetishizuar, jam për të respektuar, ata në çdo moment kanë politikat e vendit tyre. Ashtu vrasim për politikat e vendit ku shkojnë, absolutisht. Shohin ato privilegjet, përfitimet e tyre, i pjesë e tyre janë kokë këmbë të korruptuar, ka treguar historia, por ne si komb nuk duhet të kopjojmë modelin e klasës politike shqiptare, që është modeli inferior. Unë e kam pa me shumë dhimbje dhe me shumë keqardhje kur kryeministrat ose presidentët ton sillen, tash po ta përdorën s'm shkon si sklevrit përpara sklavopranarëve. Nuk është kjo sjellje dietoze. Një parim diplomacie është që po ulen tryez, le të jetë presidenti Shebas, i barabartë mes barabartë. Sepse kështu lartëson, jo vetëm tënde, por edhe kombin tënd.
Karagjozli që bën Edi Rama, që janë 2013, janë antireklama më madhe, sepse këto patronazhistët vdesin për interesa, apo vdesin për modelin e tij. Unë nuk e them me pasion këtë gjë. Dhe ju e keni vërejtë që nuk flas si politikan, flas mbi partitë dhe palë politike për diplomaci. Është modeli me Karagjoz. Askush të merr seriozisht. Askush të merr, i tha Meloni, e ishtri herë, tha mos ushtin 2 herë. Nuk bëhet i njëjti ushtrim. Tani, kam edhe një pyetje të fundit, zoti Biberaj. Në këtë bisedë e pikturuat Edi Ramën një njeri të pushtetshëm, të gjithë pushtetshëm. Absolutisht. Mjeshtër i grabitjes së vjedhjes së votave. Korrupton ndërkombëtarët, korrupton. I ka këto aftësi zeza i ka. Kështjellën e korrupsionit në Shqipëri. Tani, çfarë ka Edi Rama këtë protestë atëherë, me që nga kaq i gjithë pushtetshëm, se ju e piktuat, do t'i rezistoj apo do t'a rezistoj? Ja ka prishur gjumin. Dgjoj, protesta popullore nuk i reziston askush. Asnjë, po them tash. Do rezistoj Edi Rama apo do rrezohet? Unë kam shpresë dhe besim që kjo protestë do t'jetë fundi i karrierës politike. Ai e vjen e ka në burg, absolutisht e ka në burg, edhe prandaj ka gjithë të frikë. Po Berisha? Rama Hamburg, Berisha Hamburg. Po ta shikosh është i çuditshëm. Po Berisha nuk është kryeministër. Jo, i referon Parullës, bëj të referuar Parullës. Edi Rama do shkojnë në burg për çfarë i ka bërë këtij kombi, sidomos nga 2013. Berisha nga 2013 ka qenë deputet, sot është lider i opozicës, është histori tjetër. Unë ta dhash arsyeën pse mendoj e kanë bërë protestuesit atë Parull. Kështu që Edi Rama mendoj që po shkon drejt mbylljes karrierës. Dhe uroj dhe shpresoj që krahas protestës Spaku të zgjodhet i shkojnë zyrë, sepse vetëm zyra ati ka metur pa trokitur Spaku. Ky bllokoi te Belinda Balluku. Jo, Sali Berisha ka respektuar ligjin, ka vendime, shkon. Jo, shkon, patjetër. Jo, po patjetër, ore, çdo njeri që ka probleme drejtësinë le të shkojë. Nuk marr përsipër të mbrojë si një planet kur ka probleme drejtësinë. Unë mendoj që çdo njeri do t'jap llogari për veprimet e veta ose mos veprimet, sidomos ai që ka punuar në ekzekutiv. Po doktor Berisha ka qenë korrekt me sistemin e drejtësisë dhe po shkon atje një javë kur ka paraqitjen. Edi Ramës t'i shkoj Spaku në zyrë, patjetër. Për gjithë këto miliarda, edhe na dil ka tash i mroka atë 4 miliardë, ndërkohë që këtu 4 miliardë thash pastor për 3 muaj. Zoti Biberaj, ju falenderoj, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për mua, ishte kënaqësi. Një tjetër hapësirë publicitare, rikthehemi sërish bashkë pas pak.